رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Allahun Azza wa Jalla falenderoj, prej tij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jalla, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Së pari falenderoj Allahun Azza wa Jalla që na mundsoi që sot të jemi prezant në dy festat e Allahut Azza wa Jalla, në festën e Kurban Bayramit edhe në festën tjetër, festën e ditës së Xumas. O ju musliman, kjo do të jetë thjesht sot një rikujtim rreth vlerave të ditës së Xumas. Unë e di se të gjithë keni dëgjuar shpesh ligjërata apo hutbe rreth vlerës edhe dispozitave të ditës së Xumas. Mirpo, duke e pas parasysh se në përshumisën e xhamive ku prezantojmë, I shohim se njerëzit edhe pse shpesh dëgjojnë hutbe edhe ligjërata rreth vlerës së ditës së Xumas, edhe rreth gabimeve të cilat mund që ndodhin ditën e Xumas, ata prapse prap I veprojnë. Kjo aludon se njerëzit thjesht ato ligjërata apo ato hutbe I dëgjojnë me veshët e tyre, mirpo ato fjalë nuk mbërrin në zemrat e tyre, edhe ata nuk I nxjerrin në gjymtyrët e tyre. Muslimani e ka detyrë që ta mëson fenë Allahut Azza wa Jall me qëllim që ta praktikon atë, edhe me atë I afrohet sa më tepër Allahut Azza wa Jall. Nëse ti thjesht këto informata I merr vetëm se të bëhesh sikurse një kompjuter I cili I merr informatat edhe I deponon në të, edhe nuk I praktikon, kjo nuk vlen para Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye ne thjesht kur flasim rreth dispozitave të Xumas, muslimani duhet që të I mëson ato dhe të I praktikon kur vjen ditën e Xumas, edhe me fal namazin e Xumas. Mirpo ne I shohim shpesh se xhamati edhe pse I mëson, shpesh I shohim se të njëjtat gabime ato përsëri I veprojnë. E me këtë vetëm se I humb shpërblimet e ditës së Xumas. Kurse dita e Xumas me të vërtetë ka vlerën e madhe, edhe ai I cili I di veçoritë edhe vlerat e ditës së Xumas, padyshim se mezi pret që të vjen ta fal namazin e Xumas, edhe të I merr shpërblimet e ditës së Xumas. Unë me lejnë Allahut Azza wa Jalla në këtë hutbe, shkurtimisht do t'i ceki disa prej veçorive të ditës së Xumas, disa gabime të cilat I bëjnë xhamatlit apo ata të cilat vinë edhe falin namazin e Xumas, edhe do t'i shohim se pse Allahu Azza wa Jalla I ka dhënë rëndësi të madhe kësaj dite, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij ka nxit që muslimani atë ditë ta bën me të vërtetë ditë feste, për arsye se Allahu Azza wa Jall me të vërtetë këtë ditë e ka bërë ditë feste e cila përsëritet gjatë çdo jave për muslimanin dhe me atë gëzohet muslimani për arsye se Islam nuk ekzistojnë përveç dy festa, Kurban Bayrami edhe Fitr Bayrami, edhe Allahu Azza wa Jall ka dëshiruar që t'ia shton edhe një festë tjetër, e cila do të jetë festë javore me të cilën muslimani do të ketë mundësi që të gëzohet për çdo javë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Nahnu al-akharun al-awwalun as-sabiqun yawm al-qiyamah." Thot se ne jemi ummeti I fundit, mirëpo ne do të jemi të parët ditën e Kiametit. Bejda annahum utul kitaben min qablina. Edhe pse krishterëve edhe çifutëve u është dhënë libri më herët, mirëpo thot ata neve thot do ta pasojnë në këtë dunjë, mirëpo do ta pasojnë edhe në ahiret. Thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall se Allahu atyre u bëri ditën e Xumasit ditë feste, mirëpo ata u përçan mes tyre. Pastaj thot na pruni neve Allahu Azza wa Jall na udhzoi për ditën e Xumas, thot ata neve do të na pasojnë, thot lil jehuda thot gaden, çifut do ta kanë ditën e shton, kurse krishterët do ta kenë ditën e diell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se edallallahu anil jumati min kana qablana. Thot se Allahu Azza wa Jall I shmangi ata të cilët ishin para nesh për ditën e Xumas. Thot se kanë lil jehuda sabt wa kana lin nasara lahad. Thot se për çifutët ja ka bë ditën e shton, kurse krishterëve u ka bë ditën e diell. Thot Allahu Azza wa Jall na solli ne, edhe pse jemi ummeti I fundit, mirëpo rahmet prej anës Allahut Azza wa Jall, thot na bëri që ne ta marrim ditën e Xumas, kurse krishterët edhe çifutët na pasojnë ne. Thot edhe pse jemi ne ummeti I fundit, mirëpo thot ne do të jemi ummeti I parë ditën e Kiametit, edhe ne do të jemi të parë të cilët do të japim llogari para Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se afdala ayyamukum yawm al-jumu'ah. Thot se dita më e mirë në mesin e ditëve është dita e Xumas. Thot fihi khalaqa Allahu Adam wa fihi qubit wa fihi an-nafqatu wa fihi sa'iqa.
thot pejgamberi Allahu azza wa jall se atë ditë është kriju Ademi alayhi salatu wasalam. Atë ditë thot ja ka marrë shpirtin Allahu azza wa jall. Ditën e xhumat do të ndodhë, do t'i fryjë surit, ditën e xhumat do të vdesin të gjithë krijesat, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se shpeshtoni thot ditën e xhumat tha salavatën mbi mua për arsye se ata më mbrin. I thanë ja Rasulullah, si është e mundshme ti i vdekur që të mbrin salavatet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabeve se trupet e pejgamberëve Allahu azza wa jall nuk i shkatron edhe nuk dëmtohen, po thot salavatet nëse më çoni mua, thot ata do të mbrin edhe në varr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se khairu yawmin tala fihi shams yawmul jumaa. Thot se dita më e mirë kur ka lind dielli është dita e xumës. Thot fihi khalaqa Allahu Adam, atë ditë Allahu azza wa jall e ka kriju Ademin, wa fihi udkhila al-janna, edhe ditën e xumës Ademi ka hyrë në xhenet. Ditën e xumës Allahu azza wa jall e ka nxjerr Ademin prej xhenetit, edhe thot se wala takum sa'ati illa fil jumaa, edhe nuk do të bëhet dita e kiametit përveç se ditën e xumës. Por Allahu azza wa jall na bën me dije se dita e xumës ka veçori, dita e xumës ka vlerë, edhe muslimani duhet që të mëson ato veçori, edhe ato vlera me qëllim që të i din edhe të i praktikon ato ligje të cilat i ka caktuar Allahu azza wa jall, edhe i ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Kathiri rahimallahu, thot se fjala el xuma, thot e ka rreth për fjalës arabe e cila do thot xhem, e cila do thot bashkim, tubim, edhe qëllimi Allahu azza wa jall është se atë ditë dëshiron që të mbledh të gjithë muslimanë në një vend, ta dëgjojnë hutbën e imamit, ti dëgjojnë këshillat e hatibit, edhe të marrin shpërblime të cilat i jep Allahu azza wa jall. Atë ditën e xumës është e pëlqyer siç e seka dhe më herët i çon salavate më tepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shpeshtoni thot salavatet ditën e xumës edhe natën e xumës. Nata e xumës është nata e cila fillon prej ditës së ete, prej perëndimit të diellit e deri në lindjen e diellit në mëngjes për ditën e xumës. Kurse dita e xumës është prej lindjes së diellit deri në perëndimin e diellit ditën e premte. Në ditën e xumës falet namazi i xumës, i cili është një ndër detyrimet më të konfirmuara. Detyrohet çdo burr i cili është musliman, i moshuar, pra i rritur, edhe i cili ka mundësi që të vjen që ta fal xumën, detyrohet që të vjen edhe ta fal xumën. Fëmijët, gratë, edhe të sëmurët, të cilët nuk kanë mundësi që të vinë, edhe musafirët nuk janë të detyruar që ta falin namazin e xumës. Ata të cilët e neglizhojnë faljen e namazit të xumës, edhe nuk vinë që ta falin namazin e xumës. Le ta dinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith e cekë edhe thotë se ai i cili nuk vjen 3 xumë rreshtazi, edhe nuk e fal namazin e xumës, Allahu azza wa jall atij do t'ia avulos zemrën. Çfarë do thot me ta avulos Allahu azza wa jall zemrën? Me ta avulos Allahu azza wa jall zemrën do thot se ty udhëzimi asnjëherë nuk do të mrinë në zemrën tënde. E nëse nuk mrin udhëzimi në zemrën tënde, atëherë dije se ti gjithmonë do të jesh i devijum. Për këtë arsye mos e neglizho çështjen e namazit të xumës. Për arsye se është ditë feste, është ditë adhurimi, edhe ka veçoritë specifikat e veta. Ditën e xumës as sunet pastrimi i trupit, edhe pse ka mendime të dietarëve të cilët thonë se pastrimi i trupit ditën e xumës është detyrim, mirë po është më saktë është prej sunetit pejgamberit Allahut azza wa jall. Atë ditën e xumës mbahet hutbeja ku falenderohet Allahu azza wa jall, madhërohet Allahu azza wa jall, çohen salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimani është i detyruar që të merr edukat fetare. E hutbeja është këshill, është edukat fetare nëpërmjet të cilët ka mundësi që muslimani të edukohet edhe të mësohet. Dëgjimi i hutbes është detyrim. Dëgjimi i hutbes është detyrim. Kjo do thotë se ti duhesh patjetër që ta dëgjosh hutben, mos të flasish në të. Kur imami flet në hutbe, ty nuk lejohet që të flasish. Edhe kjo është një prej gabimeve më të mëdha të cilat ndodhin gjatë hutbeve. Kur imami khatibi e mon hutben, xhamati flet. Kur xhamati flet, i humb shpërblimet të cilat i merr prej ditës së xumës. Për këtë arsye pejgamberi Allahu azza wa jall e ka ndaluar. Edhe thot walladhi yaqulu li sahibihi ansit fala jum'ata lahu. Edhe ai i cili thot shokut të vet shuaj mos fol, thot për te thot nuk ka xumë. Qëllimi i pejgamberit Allahu azza wa jall se nuk ka xumë, është qëllimi i humbjes së shpërblimit. Pra shifet se Allahu azza wa jall ka dashur thjesht o musliman që ti kur mon khatibi hutben, ti dëgjosh fjalët e tij. Për arsye se kjo është feja Allahu azza wa jall, edhe meriton që të dëgjohet. Ti nëse flet apo shoku jot nëse flet, i humbni shpërblimet. Edhe nëse ai flet, edhe ti dëshiron që ti thuash atij mos fol, edhe ti do t'i humbesh shpërblimet e tua. Po ashtu nuk lejohen lëvizjet e tepërta, për arsye se edhe kjo e prish shpërblimin e ditës së xumës. Edhe muslimani kur e mëson një herë, besoj se duhet që ta praktikon edhe mos ta përsërisë më. Na e shohim shpesh se xhamati edhe pse xhallar flasin, prapse prapë përsërisin. Shihen se ato fjalë
ende nuk kanë mbri në zemrat e tyre, ose kanë mbri deri në veshët e tyre, ose thjesht në gjuhët e tyre, mirë po nuk ka depërtu ende në për zemrat e tyre, që del edhe në gjymtyrët e tyre. Po ashtu dita e xumos është ditë feste që përsëritet, edhe në këtë ditë pejgamberi Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar që të merret të veçohet si ditë agjërimi. Qëllimi i pejgamberit Allahu Azza wa Jall është agjërimi nafile, kurse agjërimi i cili bie farz, ai agjërim domethënë lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thekse me të vërtetë dita e xumos është ditë feste, edhe ditën e festës do të mos e bëni ditë agjërimi, përveç se nëse ja bashkangjitni atij një ditë para ose një ditë pas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu e thekse dita e xumos është dita e tepricës. Qëllimi është domethënë dita e tepricës, ku atë ditë do të kemi mundësi që ta shohim Allahun Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall në xhennet shihet ditën e xumos. Besimtarët Allahun do ta shohin ditën e xumos. Edhe thot Allahu Azza wa Jall waladena mezid. Edhe ne kemi diçka tepër. E komentatorët e Kuranit e cekin se diçka tepër është për qëllim pamja Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye thot Anas ibn Malik se qëllimi i tepricës në ajet është domethënë se do të shihet Allahu Azza wa Jall ditën e xumos. Po ashtu ditën e xumos është sunet që të lexohet suratul Kahf. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall e thekse ai i cili e lexon suratul Kahf do të jetë dritë ndërmjet dy xumave për besimtarin e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu ditën e xumos preferohet që muslimani të i vesh rrobat më të bukura. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall thotë se vallë, a është vështirë për ndakën të ketë dy palë rrobe të mira të cilat do të ketë mundësi që të i vesh për xhumo apo për festat e Bajramit. Unë besoj se të gjithë ne nuk i kemi dy palë, po ne kemi edhe shumë palë. Po ne zakonisht kur vimi në xhami, edhe dalim para Allahut Azza wa Jall i vesh me rrobat më të shëmtuara edhe më të liga, kurse kur dalim para ndonjë drejtorit apo para ndonjë personi tjetër, kur kemi ne nevojë për të i veshim rrobat më të mira, kurse kur dalim para krijuesit, para Allahut Azza wa Jall, atëherë pasi që seka i veshim domethënë rrobat më të shija të cilat i posedojmë në shtëpinë tonë. Po ashtu preferohet që ditën e xumos të parfymosin xhamin. Omeri radhiyallahu anhu thekë se në Medinë, pranë xhamin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall, i urdhëronte sahabët ta marrin ata parfymosin xhamin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Kjo është mësim, është këshill për ata të cilët kujdesen për xhamin, që ditën e xumos me të vërtetë ta marrin ta parfymosin xhamin, për arsye se besimtari e meriton që të vjen edhe të bien sejdë në një vend ku i vjen era e mirë. Mirë po ne e shohim shpesh në xhamit e tona se te pive i vjen era çerap ose i vjen era pleh, për arsye se dalin dalin domethënë prej shtallave apo vijnë domethënë prej vendeve të papastra, pastaj futen në xhami, edhe xhamit domethënë marrin erë të keqe, edhe tepit marrin erë të keqe saqë nuk ke mundësi që ti të bjerë sejdë edhe ta adhurosh Allahun Azza wa Jall. Kjo është këshill për ata të cilët e pastrojnë për xhamin, le ta pastrojnë çdo xumë, edhe ata të cilët dëshirojnë që vullnetarisht ta pastrojnë xhamin, le të urdhërojnë për arsye se shtëpia Allahut Azza wa Jall ka përparësi edhe para shtëpive tona të cilat ne jetojmë. Ditën e xumos xhehenemi për çdo ditë ndizet flak me lëndë djegse përveç se ditën e xumos. Dietarët e cekin kjo vlen për arsye se ditën e xumos, a ditë besimtarët i shtojnë luçet e tyre, a ditë besimtarët i shtojnë adhurimet e tyre, i shtojnë leximin e Kuranit, e shtojnë dhikrin, edhe për këtë arsye bën që xhehenemi a ditë të mos ndizet flak krahas ditëve tjera, ku a ditë ai hidhrohet, zemrohet, edhe i dënon ata të cilat e meritojnë që të dënohen. Po ashtu ditën e xumos, siç e thekë më herën se është dita më e mirë, ku thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall se dita më e mirë që ka lindur dielli është dita e xumos. Po ashtu ditën e xumos është një orë ku pranohet duaja, edhe besimtari duhet që ta shfrytëzon edhe ta ruan edhe kujdeset që ta shfrytëzon këtë orë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ditën e xumos gjendet një orë, nëse e takon një rob duke u falur, edhe kërkon prej Allahut Azza wa Jall diçka, Allahu do t'a jap atij. Kur është kjo orë apo kur është kjo orë apo ky moment? Mes dietarëve ka divergjencë të madhe se kur është domethënë ky moment. Mirë po ajo që është më saktë Allahu Azza wa Jall e di më së miri se kjo është domethënë para namazit të akşamit, pra mes ikindis edhe mes namazit të akşamit. Pra ditën e xumos, prej namazit të ikindis deri në namazin e akşamit, tento që ta shfryzosh në adhurime, në lutje, me qëllim që Allahu Azza wa Jall ty ti pranon lutjet, për arsye se ai moment apo në atë moment pranohen lutjet e tua. Po ashtu këtë ditë, siç e theka më herët, do të ndodhë edhe dita e Kiametit. Pra dita e Kiametit nuk ka mundësi që të ndodhë ditë tjetër përveç se ditën e xumos. Mos i besoni thashë thënëve të cilët thonë se do të ndodhë Kiameti 2012 apo do të ndodhë 2020, të thjesht janë mashtrime të jo besimtarëve, të cilat tentojnë që të marrin apo të përfitojnë materialisht
edhe kjo nuk është e vërtetë. Ne si musliman ne i dimi shumë mirë shenjat të cilat i ka cek pejgamberi Allahut azza wa xal, për arsye se ka shenja të mëdha edhe shenja të vogla të ditës së Kiametit. Ende nuk janë paraqit shenjat e mëdha, me paraqitjen e shenjave të mëdha, vetëm se kjo aludon se është afër dita e Kiametit, mirë po ne nuk e dimi se kur do ndodh, për arsye se ditoria është vetëm se tek Allahu azza wa xal. Po ashtu ditën e xumës është ditë kur falen mëkatet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se një njeri i cili pastrohet, edhe pastaj e pastron veten e tij sa të mundet, i lyen flokët e tij me vaj, parfymoset prej parfumeve të cilat i ka në shtëpinë e tij. Pastaj niset për në xhami. Edhe kur vjen në xhami, nuk shkakton ndarje mes xhamatit. Qëllimi i pejgamberit Allahut azza wa xal është se njeriu kur vjen në xhami, ku të ketë vend lir, le tulet në atë vend. Mos vjen ai fundit prej atje e pastaj tulet përpara këtu. Edhe ban çarje apo të ban ndarje mes xhamatit. Për arsye se kjo nuk lejohet. Xhamia është shtëpia e Allahut azza wa xal, nuk ka shpronë e askujt. Nëse mendon dikush ta shpronë e veçja, atëherë le ta dinë se ai gabon. Nëse mendon se ai këtë vend përpara këtu e ka bot të vetin, le ta dinë se ai gabon. Për arsye se më meritor që të ulet përpara në safin e parë është ai i cili vjen më herët, kurse ata të cilët vinë më vonë, qoftë ai kryetar, qoftë ai mutevelli, qoftë ai hoxh, qoftë ai kryetar, apo çka do të jetë, ai le tulet në atë vend ku është i lirë edhe mos i pengon besimtarve duke qenë ulur, për arsye se këtë e ka ndaluar pejgamberi Allahut azza wa xal, edhe kjo nuk është edeb i mirë të cilën duhet që ta posëdon një musliman. Thot pejgamberi Allahut azza wa xal, pastaj ai falet ashtu siç e ka urdhëruar Allahu azza wa xal, e dëgjon hutben me vëmendje, thot atij do t'i falin të gjitha mëkatet nga e xumaja deri në xumon tjetër. Qëllimi i pejgamberit Allahut azza wa xal është se falen pra gjunahet e vogla, nëse mes tyre nuk bëhen ndonjë gjuna i madh. Po ashtu pejgamberi Allahut azza wa xal paraforsisht në të njëjtin hadith e ceksa ai i cili shkon në xhami duke ecur në këmbë, pra ecën në këmbë e nuk vjen me makinë apo nuk vjen domethënë me ndonjë kafsh. Nëse e ka pra afër, pejgamberi Allahut azza wa xal thotë se ai do ta kesh shpërblimin sikur se të ketë agjëruar edhe të jetë falur tan vitin. Po ashtu dita e xumos apo në ditën e xumos, nëse një besimtar vdes natën apo ditën e xumos, kjo është një prej shenjave të përfundimit të mirë. Pejgamberi Allahut azza wa xal e cek se ai i cili vdes ditën apo natën e xumos i shmangës provës së varrit. Po ashtu dhënia e lëmoshës në këtë ditë është diçka e mirë edhe ka sot është diçka më e mirë se në ditë të tjera. Thot Ibn Kaimi, Allah e mëshiroft, thot se Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot ditën e xumos gjithmonë kur dilte për ta falë namazin e xumos, merrte diçka me vete, buk apo diçka shat gjente në shtëpinë e tij, edhe pasi që e falte namazin, pra jepte sadaka. Për këtë arsye nëse keti mundësi që të japi sadaka ditën e xumos, atëherë shpeshtoja atë. E premtja e ka pozitën e Bajramit gjatë javës, kurse Bajrami siç e dimi ne përbahet nga namazi edhe përbahet nga kurbani. Allahu azza wa xal duke lidhur vetëm se namazin sikurse adhurim të asaj dite dëshiroj që t'i avancon pra me një kurban, kurse kurbanin e bëri nxitjen tënde o musliman për në xhami. Pra nëse ti vjen i pari në xhami apo siç e thek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men raha fi saatil ula, ai i cili vjen në xhami në orën e parë, sikurse ta kishte fliju për kurban një deve, kurse ai i cili vjen në xhami në orën e dytë, thot pejgamberi Allahut azza wa xal, sikurse ta kishte fliju një lop, ai i cili vjen në orën e tretë, thot pejgamberi Allahut azza wa xal, sikurse ta kishte fliju për kurban do një dash me brir, edhe thot pejgamberi Allahut azza wa xal, ai i cili vjen në orën e katërt, sikurse ta kishte sakrifikuar për kurban një pul, kurse ai i cili vjen në orën e pestë për orën e fundit, sikurse ta kishte sakrifikuar për kurban një ves. Edhe në atë moment thot pejgamberi Allahut azza wa xal, melekët janë prezente dera, edhe thot kur hyp imami thot në hutbe, atëherë thot i mbledhin apo i mshelin thot librat e tyre, për arsye se deri në atë moment melekët i shkruajnë të gjithë ata të cilët vinë në xhami, edhe i shkruajnë se cili ka ardhur i pari edhe cili ka ardhur i fundit. Ata të cilët vinë pasi që të hyjë imami në hutbe, le ta dinë ata se shpërblimin e ditës së xumos nuk e kanë. Po ashtu kjo ditë preferohet edhe pëlqehet që të rezervohet vetëm se për adhurim ndaj Allahut azza wa xal, për arsye se e premtja apo adhurimi në ditën e premte është sikurse adhurimi i Ramazanit gjatë në krahasim me vitet e tjera, kurse luçja në ditën e xumos është sikurse luçja e cila bëhet natën e Kadrit, krahas domethënë natëve tjera gjatë tan vitit. Xumaja është mizani i muslimanit gjatë javës, kurse Ramazani është mizani gjatë vitit, kurse haxhi është mizani i muslimanit gjatë jetës së tij. Ne dëshmojmë për një musliman se haxhi i tij është pranuar,
apo agjerimi i tij është pranu, nëse ne e shohim se ai njeri ka ndryshu, morali i tij është bë më i mirë, sjellja e tij është bë më i mirë, edhe adhurimi i tij është bë më i mirë. Nëse ti thjesht ke shkuar në haxh, edhe ke qenë njeri i cili nuk e fal namazin sunet apo namazin nafile, morali jot ka qenë i keq, edhe pastaj e kthi prej haxhit i njëjtë, ne dëshmojmë për ty se haxhi jot është pikpyetje. Nëse ti gjatë Ramazanit ke agjëru, edhe ke dalë prej Ramazanit edhe nuk e përmirësu, veprat e tua janë të njëjta, ta di se Ramazani jot është pikpyetje. Edhe gjatë xhumos, nëse ti vjen edhe e fal xhumon, edhe deri xhumon tjetër nuk e ndryshon sjelljen tënde, nuk e ndryshon moralin tënd, nuk e ndryshon fen tënde, atëherë dije se pikpyetje e ki këtë ditë të cilën ti e ke fal edhe ke shpresuar shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Elos Allahu Azza wa Jall që të na bën prej atyre të cilat do të marrin shpërblimet e kësaj dite, edhe Allahu Azza wa Jall të na mëshiron edhe duat e tona të na i pranon. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. O musliman, Allahu Azza wa Jalla thot: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya li salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bay. Thot: o ju që keni besuar, kur thira ditë e ezani për ditën e xumos, shpejtoni edhe ngutuni për ta falur namazin e xumos edhe braktisni shitblerin. Allahu Azza wa Jalla na ban me dije se ditën e xumos nuk lejohet gjatë falës së namazit të xumos shitblerja. Për këtë arsye le ta dinë ata të gjithë të cilat shitoret e tyre nuk i mbyllin, apo punëtorët e tyre nuk i lejojnë që të vinë në xumo, apo ata vetë nuk vinë në xumo. Le ta dinë se shitblerja e tyre është e kotë, nuk pranohet si shitblerje, edhe pasuria të cilën ai e merr është haram. Shitblerja ditën e xumos lejohet, mirë po nuk lejohet vetëm se prej atij momenti kur imami hip në hutbe, edhe derisa ta kryjë namazin e xumos. Kjo është vetëm se gjys orë, o musliman. Furnizimin mos u frigo, për arsye se është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall nëse të ka shënuar që ti ta marrësh atë ditë, atë furnizim do ta marrësh me lejen e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye ti tento që ta mbyllish, edhe lejoj edhe punëtorin tanë që edhe nxite madje që të vijë ta falet ditën e xumos, për arsye se ta di se shitblerën të cilën ti e bën, ajo është shitblerje e cila është e kotë, nuk pranohet, edhe mbarkun tanë ti vetëm se fut pasuri haram, familjes tande i çon pasuri haram, edhe i ushqen ata me haram. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kullu jasadin nabata min suhtin fan-naru awla bihi. Thot se çdo trup i cili është ushqyer me haram, thot xhehenemi apo zjarmi i xhehenemit është më meritor për të. Edhe thot la yatul janna jasadun gudhiya bil haram. Edhe thot se nuk hin xhenet ai trup i cili është rritur me haram, i cili është ushqyer me haram. Për këtë arsye edhe cek Allahu Azza wa Jall se pasi që ta kryeni në faljen e namazit të xumos, atëherë thot shpërndonu thot na për tokë, kërkoni thot mirësitë e Allahut Azza wa Jall, për arsye se Allahu Azza wa Jall atëherë do t'ju çon juve rahmet, edhe do t'ju çon juve bereqet. Mos ju mashtron shejtani, edhe ti mos i mbyllni shitoret e juaja, edhe ose ti leni ata hapër, edhe ta lini punëtorin aty brenda. Për arsye se siç e theka, ta dini se pasurinë e keni haram, shitblerën e keni haram, edhe në familjet e juaja nuk dërgoni tjetër përveç se pasuri haram. Ai njeriu i cili trupin e tij fut haram, namazi i tij nuk i pranohet, agjërimi i tij nuk i pranohet, haxhi i tij nuk i pranohet, edhe nuk i pranohen edhe adhurimet e tjera. Elos Allahu Azza wa Jall që të na bën prej atyre të cilët pasuritë i kanë halal, elos Allahu Azza wa Jall që të na mbron prej pasurisë haram, elos Allahu Azza wa Jall që të na mëshiron ne, familjet e tona, familjet e tonë, të gjithë muslimanët anë kanë botës, elos Allahu Azza wa Jall që ata të cilët janë në varre, Allahu Azza wa Jall të i mëshiron. Allahu Azza wa Jall varrat e tyre të ndriçon edhe të zgjeron edhe në xhennetin Allahu Azza wa Jall të na bashkon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.